vlerësu për shkak që ka qenë kryeministër, ka kandiduar me partia me të për kryeministër dhe çka ka pas në rend zoti Abdigjiku, mos harrojmë që ka pas nëse s'ka bëjmë Ministrinë e Transportit zoti Abdigjiku në kohën e qeverisë. Thënë Zani, unë mjaft mirë kam të mirë mbajtur memorien e kalendarit të deklarata politike. Asnjë fjalë nuk e ka thënë zoti Abdigjiku për marrëveshjen e 4 shtatorit në Washington. Për betejën që kishte zoti Hoti kundrejt lëvizjes vetëvendosje, e cila betejë kishte zvarkuar me të madhe dhe në media që të jemi objektiv. Dhe që zoti Hoti nuk kishte imunitet, kondicion, fuqi që ta si me dhënë që ta përballonte vetë të betejë. Zoti Abdigjiku nuk i kishte ndalë në ndihmë zotit Hoti, as në zgjedhjet e vitit 2021. Nuk i kishte ndihmuar fare, kishte qenë një figurë që po shikonte, po observante. Po t'ish angazhuar zoti Abdigjiku, ki shku përsëri LDK-n e 18% ajo në 10%. Sepse zoti Abdigjiku ka pritur fitore. Nuk është të mundur që Hoti do të arrinte këtë rezultat me qenë se po e përmendni? Për shkak që ka pasur angazhim dhe ka pas një test të dështuar që ka sjell LDK në 12%. Jo. Ju po e shihni pra si sukses të zotit Abdigjiku. E ka rikthyer me 20 deputet dhe kjo nuk është pak. Nuk është pak. Madje zoti Hoti pak para zgjedhjeve kishte thënë që në LDK nuk janë për Lumirin aty, por janë për LDK-n. Pra as para zgjedhjeve nuk ja kishte dhënë pra këtë lloj mbështetje që po thotë zoti Berisha. Kam typin që është një lloj konflikti gjenerata ose një zili. Jo. Është në fakt një ndeshje e klasës së vjetër të LDK-s dhe asaj të re. Nuk është fakt. është një përplasje kështu? Zani, në momentin me vendimtar që ka kaluar Kosova politikisht dhe LDK-ja në historikun e saj, zoti Lumir Abdigjiku në vend të mbështetjes për zotin Hoti, po flas për vitin 2021 kur VV shënoi fitore rekorde të zgjedhjeve me 50%, zoti Abdigjiku kishte zgjedhur heshtjen. Ministri Fernando kanë të njoft LDK-n të kuptuar mbrana LDK se është një figurë. Në politikë e disimatësh me një vendimarrje të guximshme dhe me një vizion e guxim në leadership. Sëri në pozicion të Lumir Abdigjiku, nuk duhet figurë dhe të faja atje. Lumir Abdigjiku me leje Averdita në atë kohë demonstronte një dëshirë të dukej mbase të imitonte më shumë zotin Kurti për vendimarrjet e tij se sa vetë partinë e tij që kishte vendosur aty. Dhe LDK-ja ka zhvilluar po them këtë debat. Ky debat ka rrënjët e tij, ka historikun e tij. Unë pres që në LDK të ndodh një fraksion dhe ky fraksion u legitimu me zotin Hoti. Zoti Hoti e nisi makinën dhe në rimorkjo figurativisht po them ashtu, kushdo që zbarkon rimorkon e zotit Hoti, vendi është i hapur aty, debati nisi në LDK, nuk do të ndalet me këtë. Çka do të thotë ky fraksion, Ridi, për të ardhmen e LDK-s, çka do të thotë? Për të ardhmen e LDK... A do të jetë një LDK më e fortë apo do të jetë një LDK më e dobët? Do ta vetëm në gjykimin tim, secili debat që manifestohet edhe për më të voglin problem, dhe ku ka mendime për dhe kundër, është të shëndetshme për demokracinë. LDK ka kalu në situatat ndryshme, nëse më them traumat ndryshme. Dhe duket që çështja e zotit Abdigjiku dhe mbështetja që ai dha për ekipin e tij nuk ka kaluar kaq lehtë dhe në forumet e partisë, duke u diskutuar se pse e bëri këtë, ç'po e bën këtë, se po i shfrytëzon mbase paratë e partisë për të sponsorizuar figurat dhe ekipin e tij nëpër studio televizive, kudo në rreth e votimi e të tjera. Një vërtet e madhe është, LDK ka dalë treta në këtë zgjedhje. E drejt absolutisht e zotit Hoti është kërkoi llogaridhënie tash për lidership të ri. Zoti Hoti është ndër 5 kandidatë tash më të votuar. A i arrin qëllimet me këtë? Në situatën e tashme nuk besoj se zoti Hoti e ka mundësinë për t'i arritur këtë qëllim, por një qëllim i madh është i arritshëm në LDK, si një parti demokratike kështu.
dhe që e ka kaluar traumen e replikave të debatet brendshme kështu me radhë. Në LDK do të nisë ky debat. Do të kemi pozicione ka kryetarja. Është edhe një vërtet tjetër që kryetari i LDK-s është Lumiri dhe këtë duhet ta kuptoj edhe zoti Hoti që po e përmend që është ose me 5 ma të votuar në lidhjen demokratike të Kosovës, që nuk është rezultati Lumirin të zgjedhje? Cili është rezultati? Ku është Lumiri sot? Si mund ta përdor këtë rezultat? Lumiri e ka rikthyer LDK-n me 20 deputet. Dhe nuk është për të rikthyer LDK-n me 20 deputet. Brenda LDK-s ka shkëtime, Zani. Një parti që ka marrë pra 3-4 vite. Zani, në LDK ka shkëtime të mëdha për rezultatin. Në LDK pritet kanë qenë minimalisht që edhe të pa diskutueshme me mënyrë. Absolutisht. Jo. Në LDK kanë qenë pritje.